ti merret për pranon që Jezusi ka bërë mrekulli fizike? Po. Ti pranon? Po si jo? Po për mu, Mrekullitë prej Zotit. Për mu këtë janë metafora. Si muj me kja metafora që ka ringjall njerin? Çfarë metaforet? Ringjallja, po mrekullitë e Jezusit i kanë pa dëshmitarët me sy. Vajzën e vogël, 12 vjeç i thot, Talita kum, ngritu, ringjallet, Lazrin, e ngjall të vdekurit, e kanë prek me dorë, Jezusi ringjallet. Ti nuk e ke po. E po. E dyta, i kanë pa dëshmitarët, vëlla, i kanë pa dëshmitarët. As dëshmitarët e ti si ke po. E dyta, e treta, këtë ngjarje mundet me kanë mit. Nuk mundet me kja mit. Se kanë vdek për këtë çështje. Te gjitha apostujt e Jezusit kanë dek, të e tha Jezusi është ringjall. A dek njeri për rrenën, të e ditë sa rrena? Jo, Jezusi me të vërtet është ringjall, po është ringjall shpirtnisht. Nuk ka ringjall me trup? Nuk ka ringjall me trup? Po nuk kam un argument, kur anas në Bibel. Po dëgjoj, po Biblia thot, Krishti u thot, hajde preknim, nuk jam shpirt, jam mish. Shëntoma i Bibëls i thot, nuk besoj, i thot Jezusi, vene gishtin tanë në plagët e mia, e kur e prek, ullet në gjunja, i thot në gjuhën greke, Kyrie mo ho theos mo, zotria im e zoti im, binde Toma, po ti, unë nuk e di ti do me thas beso, ke as Bibël, as Kuran, ti kje ke profetën vetë veti, shtetën veti, unë nuk e kuptoj këto vlla. Okej. A po m'len ta shpjegoj në qysh unë e shoh. Po more vlla, po mua metoda jote nuk u përput ka as me metodologji biblike, as me metodologji kuranore, as me hadithe, as me tafsire. Ti për mua, ti kja ke të vërtet, ti kja ke maj meqëm se Allahu. Se ti kish shpjegua Allahu gjanat kështu, i kish kuptua unë. Po nuk ka pakur Allahu nga qieli, për Kurani thone, tash prap unë, po bëj gabime shumë të me ty, se ti s'beso ke çka besoj unë, e nuk beson çka besojnë musliman. Kurani thone, o fjallja Allahut është libri, kitab në qiel, i përjetshëm, këto ajete vetëm se kanë zbritën tokë. Urno. Më kush më s'më ndërpret, please. Se nuk po kam qef, po nina keq. I love you. Gaz më s'ma gjitha vlla, se... Kom gaz bot, jam balsor vlla, vazhdo. Okej, çfarë do të thonë ringjallja sipas Biblës edhe sipas Kuranit, se sipas Kuranit edhe profeti Muhammed ka ringjall. Edhe Kurani i ringjall njerëzit. Kuran thot. Ta gjej unë, nëse si ke po, unë ta gjej. Kur Biblia flet për ringjallin, shumica njerëzve imagjinojnë më njëherë. U hap vorri, trupi që ke u qu edhe spektakel, film. Spektakel fizik. Por tradita shpirtnore, ezoterike, gnostike, profetike, etike, neve na thot Biblia këtu, edhe Kurani po folin për ringjalljen e njerit të gjallë, jo të kufomës. Jo në ringjall me frymën e shenjtë, sepse fryma është jeta, ati vjen frymën, përmes frymës na ngjallëm, trupat tonë janë të vdekur pa frymë. Kur neve ngjizemi me frymën, fryma e shenjtë na bën të gjallë me pa realitetin. Tashti, për shembull, me mori Mateon që ti po referohesh, Mateot, kur Jezusi për shembull leri të vdekurit t'i varrosin të vdekurit e tyre. Çfarë do të thonë kjo? Ajo pyetja po fol ti. Po unë po du me fol. Okej, rhetorical question i thonë anglisht. Vazhdo. Yes, pyetja retorike, fiks fare. Domethënë kur unë them leri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre, e kin Bibel. Nëse merret literalisht i bën që Jezusi këtu po flet pa asnjë ndjenjë. Leri deknit mi varros deknit. Qysh i dekni me varros deknin? Jezusi po thot që ai i cili nuk ka frymë është i vdekur. Ai ka nevojë me ngjall.
Pra, ata të cilët jetojnë pa kuptim, ata të cilët jetojnë pa frym, ata të cilët janë të bllokuar, ata që nuk e njohin veten, ata janë të dekun. Jezusi po thotë, ka njerëz që ecin, ka njerëz që folin, ka njerëz që punojnë, po ata shpirtnisht kanë dek. Qahu edhe ec, kur i thot Jezusi një njerit paralizum. Çka është i paralizum? Ai i cili s'mundet me ec mirë fizikisht, ka tmeta. Në aspektin ezoterik, në aspektin filozofik, ai i cili është i paralizum, dhe më thonë shpirti i tij është paralizu, është bloku, vullneti i tij s'po ec. Jezusi i thotë, "Çohu, ec." Ti përmend Lazarin, është e vërtet. Te Gjoni përmendet që Jezusi ngjalli Lazarin pi vorrit. Çka është vorri? Vorri është ajo errësira jote që ti hi aty dhe s'përshen mo, terr, varr. Njerëzit i kin vorre edhe pa shkum vorre. Ai njeri i cili është një ateist i cili nuk e sheh dritën, nuk e sheh perëndin, a nuk është tu jetu në varr? Jeta kësaj bote për të është vdekje, është varr. Kur Jezusi i thot Lazarit, "Çu", edhe ngjall. Unë jam ringjallja, po thot Jezus, unë jam jeta, përmes meje njerëzit jetojnë. Pra, kur futet në varr edhe e çon, domethënë futet në errësirat e tij, në dëshprimin e tij, në zakonin e tij, në depresionin e tij, në ankthin e tij edhe e çon. Guri para vorrit që ti të thun po, guri është ego, ajo çyka, gurin e zani jo pethir. Dalja pi vorrit o dalja në kuptim. U çu pi vorrit edhe po e merr një jetë tre. Një jetë mish, edhe në frym. Tashti unë jam ringjallja edhe jeta, pra përmes meje ringjallën, edhe ja apostoj të ringjallën njerëzit mas Jezusit, me frymën e shejt. Qysh i ringjallën? Ringjallën me frym, fryma jetë. Pra në momenti kur në trupin tanë pushon fjala për nis, unë e bona i gjallë. Ai që dëgjon zonin e birit të njeriu do të jetoj. Ai është i gjallë. Ai që se dëgjon zonin e birit të njeriu, ai është i vdekur. Pik. Pra ezoterikisht, që kjo është Bibla po flet për ringjallje shpirtënore, jo për magji. Ju doni mi kuptu Biblën si magji, spektakel, shufër metalike. Çohu, u çu, mrekulli bani Jezusi. Çfarë mrekullie? Mrekullitë e tij ishin shpirtënore. Ai i ngjalli te 5, 4, 3, ai shërai të verberit që nuk shojnë realitetin. E shërej lebrozën, i shërej qëto dyshimet e tona. Lebroza është dyshimi. Okej. Verberia është ai që... Ai se ta kom një krejt kohën, para herë që dua me të limitu me kohë. Dëgjota. Okej, dëgjo. Edi. Okej, dua me ta shpjegua diçka. Unë të vërtet vlla nuk e di, a ke folti do herë me doj krishten që din as din. Okej, kom pa me do takime me prift apo janë kje, nuk o kja gjanë sinqerta, janë kja gati me la ftyr para medjave. Okej. Te gjitha, çka po i thua ti vlla, te gjitha janë të vërteta. Por është secondary, që tash, Biblia i ka metodologjinë e interpretimit. E para është se çka thot teksti. E dyta, e treta është atna analogjia, anagogjia, e këto 4 senses of scripture që i thone, 4 sensat e shkrimit shenjtë. Këtu a problemi. Ti po kalon shkallën e 3, shkallën e 4, që janë vërtet. Tonë na jam dakord me ty. Te gjitha unë si krishter, në jetën teme të përditshme i përdori këto metoda si ti. Noi dit jam i vdekun, edhe më duhet fjala e Zotit të më ringjall. Që ku problemi? Ti e te i kalon tekstin. Hajde, vetëm shkojme te Luka 24, vargu 37. Që ka thot? Këta mas gjalljes Jezusit. Jezusi vjen 36. Dërsa këta ende po bisedonin për këto ngjarje. Vet Jezusi vani vend në midis të tyre dhe tha. Jezusi ringjallun. Paqja qoftë me ju. Të tmeruar dhe të friksuar, mendonin se po shohin një shpirt. Mendonin se po shohin një shpirt. Mendojnë se nuk ka realitet, se s'munet me kja njeri ringjallur. Që ka nollë? Jezusi u tha, pse po trembeni? Pse po dushoni në zemra tuaja?
Shikoni duart e mia e kamt e mia. Unë jam. Vetë me prekni e vërtetojeni. Shpirti s'ka mishe eshtra si po shihni se kam unë. Si u tha kështu, u deftua duart e kamt. Pasi ata pej gëzimit nuk mundën të besojnë, por kishin mbetur të habitur, Jezusi tha, a keni këtu doj gjanë për të ngrenë? Jezusi mori dhe hongri para tyre. Atëru tha, këtë veshtrim kishin fjalë që ju thosha kur ende isha me ju. Duhet të shkoj në vend gjithë çka u shkrua për mua në ligjin e Mojsiut, të profet e në psalme. Edhe ju spjegon atër se, vërtet, onda që aj me vdek e me urin gjallë. Tash, apo kupto si Biblia e thot kjartë, Jezusi thot, nuk jam shpirt, jam mishe gjak, han mesin e tyne, edhe të, vazhdo, thuaje, çka ke. Kish me hangër mishën dhe gjakun e Jezusit. A ke hangër ti në herë? Orin gjallë, Jezusi. Haje, po thot, haje. Jo, thot, aj hangri. Qysh në hangri? Hangri ushqim para tyne se ite me mish, nuk ite shpirt. Anë gjakun edhe trupin tim, thot. Ata të gjoni gjasht, ktheju këtu, a tha Jezusi nuk jam shpirtu, jam mishe gjak. A të them që tu. A të më këthi që tu. Po, gjoni, Luka 24. Luka 24:37, apo? Vargu 36 deri del 14 me lezuar. Për para me e kam. Po të na pikon teme, vazhdo. Për para me e kam. Okej. Jezusi, që për ndodhë? Jezusi u krytëzu. Apo? Po. Nxënësat janë tutën. U shka për derdhen iken. Po. Disa shku në mbyllën dhoma. Edhe Jezusi papritur u shfaqet. Edhe ata tutën, edhe po menojnë që është nej farë fantazme. Po. Njeri kur tutet, normal, që mundet me pa nej farë fantazme, ose tutës vetë janë gjithë një emën. Okej. Jezusi po thot, pse jeni të trazum? Shikoni duart edhe kamët e mia, më prekni, a keni diçka për me ngran? Dhe han peshk para tyne, apo? Qetësimi është... nuk e thot Luka, po tjera thot po, ha peshkun para tyne, po. Po, qëllimi është, mi qetësu, mi bind që nuk është fantazm, edhe mi kallëzu që është real edhe që është i gjallë. Ta mishe shpirt. Jo shpirt, mishe shpirt. Po dhe tashti. Nxënësit janë njerëz zakonshëm. Jo në farë superheroi kështu. Frika, dyshimi janë rrugë, edhe jotja edhe jam jana, mune me dyshu. Jezusi nuk ja u nxan për të madhe pse po dyshojnë, veç mundohet me qetësu. Ka dale, ndërtohet besimi. Tashti. Kur njeri përballet me diçka të re, ai mas pari tremet. Zoti po do më na kallëzu Bibla që nuk e dënon frikën. Zoti e shëron frikën. Çish e shëron? Nxënësit u friksun edhe pan diçka që se kuptonin. Ti po kupton ç't formë. Dakord? Ti po don me kuptu çështu, edhe për ty që kjo është komenti i saktë. Jo, e thot Jezusi, shpirti s'ka mish, thot, shikoni mua, thot, qyre, me prekni, e vërtetojeni, shpirti s'ka mish e eshtra, nuk ka fantazëm. Si po shihni se unë e kam, jam i ngjallë, thot, jam i ngjallë me trup. Vazhdo. Unë nuk di si mundesh me të i kalua fjallën e Zotit, se të në shpjegimet që po i bëjnë të bukura, vlau, po të thomë, në mënyrën shpirtnore, mas kësaj na muj me i përdorë këto, po merru me tekstin. Teksti kështu është. Shembull, unë si ezoterik, si filozof. Muna me kuptu kështu. Trupi mundet me koni gjallë, po shpirti i dekun. Ringjallja është kur shpirti qohet. Tashti. Këtu e kem
Qore, e ki ti në Bibel, e ki që të deknit kur ta dëgjojnë zanin ata ngjallën, apo? Po, Të vdekur- si që rinjallë Lazrin. Me zonë gjallë. Krejt të vdekurit, edhe ti nëse je koni vdekur, kur e ke dëgju zanin, jenë gjallë. Bilem Jezusi thot, vjen ora, madje ka ardhur thot, kur vdekurit do të dëgjojnë zanin e birit e Perëndisë, nuk po fol veç për Lazarin, po fol për krejt të vdekurit. Po, Ata që e dëgjojnë do të jetojnë, do të ngjallen. po, Këtu po flet për ngjallje jo fizike, për ngjallje shpirtënore. po prap që, në kohën teme je tash, në kohën teme je, prap ta nap mundësinu ty, prap vlla, unë shkurt folji, ti bëj pyetje, ti tën na mi kalo në filozofin teme, po unë kom studiua filozofi, më burr, s'kom najton jetën me ljop, kom pa nej me ljop, po, edhe kom studiua ka diç, prap po ta thom, këta dyshojnë e sa shpirt, se nuk ka ringjallje e vërtet, që çka ju thot, Vargu 39, shikoni duart e kamët e mia, unë jam, me prekni e vërtetojeni, shpirti s'ka mi sheshtra, si po shihni se unë kam, në kohën teme je, spjegoma si mundet kjo me kja metafor, kur edhe e prekin, e rrin me ta, e hajnë me ta, pas 3 dish që ka vdek. Okej. Që ta kështë të ta spigu. Ti pe pranon sikur une që në Bibel ka shumë vargje që flasin për ngjalljen shpirtënore. Pe pranon. Po, Mirë. Tash po dalim te teksti 24:39 të Luka, që Jezusi aty po i thot, dishepujt vet, shikoni durët e mia, shikoni këmbët e mia, unë jam vet. Qyrni, prekni, thot. Fantazma thot nuk ka mish edhe kocka. Unë jam vet original. amen, po, e vërtet. Ja, tash ti. Këtu kena dy shpjegime. Shpjegimi i parë, këshirni durët edhe këmbët e mia. Pse me këshirë duart e kam, se i ka pagosh datën tonë, veç të spjegoj, vazhdo. Në kohën teme je vetëm po t'lajoj me fol. Ka dal. Jezusi atyne i ka ardhë, është si një frymëzim. Shikoni durët e mia të cilat janë kryqëzuar dhe këmbët e mia të cilat janë rate poshtë. Janë kryqëzuar dhe kam. Po, janë Amen. kryqëzuar dhe këmbë. Po. Dora simbolizon veprimin, simbolizon punën, simbolizon ata që ka bëj Jezusi kur u kon gjallë. Kama simbolizon ka u shku, ka u ardhë, cili ka qenë drejtimi vet, jeta konkrete. Tash ti, sigur Jezusi po të më thonë edhe për vdekuri, po të ju thot, durët edhe këmbët e mia tregojnë që rruga jam e kanë e vërteta. Unë jam udha, unë jam vetja. Pra, e vërteta e ringjalljes nuk është diçka e huaj. Është një njeri i cili është transformu në një person tjetër edhe i ka shërbi Perëndisë. Me durët edhe këmbët e tina. Tash ti, me prekni dhe më thonë, prekja është, jo, mos nini me thashe thame, ju më keni pa mu, më keni dëgju mu, nuk më keni pa anër, më keni pa kur më kanë mesin tuj, kur nuk keni pas frikë, keni nejt me mu, edhe ju nuk muni me dyshun mu. Nuk muni me dyshun jetën teme edhe në vdekjen teme. Pra, sikur Jezusi bëdëm një thonë, mos e lini ato që keni pa dhe që keni përjetu me mu sa i një kanë, mos ja lini shejtanit, mos ja lini viçmendje se dyshimeve anktioze. Përjetojeni, jetojeni. Tash ti fryma këtu, nuk ka mish e kocka, po do më thonë që fryma ka me mbet e gjallë me juve, nuk shkon nëse unë e vdes, trupi jam vdes, edhe kockat e mia vdesin, e mishi jam vdes, nuk do më thonë që fryma jam e ka vdek, ajo është mesin tuj e gjallë për gjithmonë, me atin, edhe tek ju, pranish me mesin tuj. Pra, fryma... Po e preken frymën a mishin e Jezusit, more vlla. Unë po t'ljaj me fol, more burrë, edhe kohën ta me ton ta jap, se po dua me të respektua, po prap, po mi bjen e kom pa i shok ashtun, që fillot e bjesedën, thote, atë na pas 2 orëve, na thote, tash dua me e lidh ku kom fillua, po na s'dishim ma ku ka fillua. E kanë prek frymën apo trupin e ti? Kur Jezusi thot, kam mish dhe kocka, ai pjo thot nxansave të vet,
zgjimi shpirtënor nuk është oner, as nuk është ide, as nuk është fantazi, ajo është reale. Pra, ajo është mënyrën qysh jetani, qysh ju sillni, qysh ju esni në jetë, ajo është reale. Përderisa ju më keni pa mu sa kam qenë real mesin tuj, kështu vazhdoni me kanë. Krejt pi u fol me shëmbëltyra dhe këto fjalë janë shëmbëltyra. Unë për mu krejt është shëmbëltyr. Okej, hajde, se të kom me fol 10 minutë. Okej. Mirë, ti tënë në shëmbëltyra. Tash Gjoni 20, që ta përmend atomën, po ta lexoj pe Biblet që ti edukoj me dhe njerëzit. Për para e kam Gjoni 20, ishte e gjojnë Bibel, Gjoni. Okej, Gjoni 20, okej. Edhe 2 minuta, s'folju ma shumë, s'ka masi, mu që me vazhdua ti. Këtu a çështja prap janë të mbyllun, janë të frigum, Toma sot kem me ta. Tash i thone Toms e kem pa zotrini, thone. Toma u thot, unë s'besoj, pa me mu gishtin temën plakte e ti, pa me prek plakte, unë se besoj. Jezusi tash u shfaqet. Jezusi nuk ka kja kur Toma ka fakta, apostujve, Toma u thot apostujve, po Jezusi se jam shumë, a i din çka folin njerëzit edhe kur nuk ka prezent. Po vazhdojmë te vargu 26. Mas 8 ditë, zanësit e ti ishin prap brenda në shtëpi, e me ta ishte edhe Toma. Megjithse dyert ishin të mbyllura. Erdhi Jezusi, zurimen në midis të tyre, dhe u tha, prap u thot njëjtën gjë, paqja me ju. Mandej tha Toms, shtjere gishtin tënd këtu, e që, shihi duart e mia, ma jep dorën tënde, e shtjere në krahërorin tim, dhe mos i njeri që s'beson, por besimtar. Që tash Toma, nuk thot është fantazëm, çka ba Toma? Toma binde tash, e ban çka i thot Jezusi e çka thot? Zotëria im dhe hyj im, zotëria im e Zoti im, i thot Allahu im, ti e Zot. Njerëzit që thone, pse Biblia s'thot Jezusi sa Zot? Pëqyre, kjarë, s'kan lexuar Biblën. Jezusi i tha, pse po sheh po beson, ju ma ta që nuk pa ne besojnë, kjo një shprehje shumë e madhe për besimin. Tash, te gjitha vlla, çka i ke tha ti, se po i marri 3 minuta pe i marr këtë kohë, pe i bëj si dëshmi. Te gjithë çka i ke tha ti, unë i pranoj, por nuk mundi me të i kalua tekstin e qartë, të vërtet, që jam besua me 2000 vjet, që i thotë e preki gishtin e me tha fantazm. Për ingjallën shpirtnore, se ndoshta janë ty me dëgjua dhe dëgjuesit tu. Unë jam kja djalë 24 vjeç, me tonat mirat e jetës. Jam kja i dëshprum dhe në kulm. Kom da me myt vetin. Kur gjasëm ka shpetua? Kom shëtit, kam ec vajzat për pas mejet, kom ecun për pas vajzave, kom pi, kom jetu jetën ty kërku gëzimin. Si thotë Shën Agostini, o Zot, thot, u të kërkosha jashta mejet e ti shë brendësin teme. Ka arë koha që e kom pa një rrugdalje. Ja me myt vetin, me në ljua limjen, ja me jetuan të merë. Një natë, që janë da me kja fundi jetëseme, ma ka qua familja një Bibel, jam rrit krejt pa feje. S'kom di çka është ato gjana, kom menua Zoti veç, do me të vrasi, kanë pasat e na, ka me të vra Zoti. Kur jam kja thmifa që zijem ka tha nane e baba ka me të vra Zoti, kom pa kryua imazh të Zoti që do më mbra. Të parën dit, kur e kom hap Biblën, s'kom di çka vljat e vjetër vljat e re. Kom arrit deri te kapitulli 11 i Zanafiles, kur Zoti shpërnda gjunjt. Aty ja kom bo Zoti t'u binda se do t'jetë diçka se Biblia thotë në fillim Zoti krijoi. Menom nëse Zoti krijo, a im ka kriju edhe mua pra. Që do me tha munëm me bjesedu me ta. E kom hi në dialog me Zotin. Unë atë kohë, pas luftës Kosovës, unë jam rrit me shkije të njetën. Për ata kom edhe theksin e më thonë ti e shkja. Unë, mas luftës Kosovës, unë jam kja bon shumë patriot, por patriot që kishtatëm, ki tha Zoti, qka do kishta djegi shkjet. Po kure kuptova si Zoti, i kite ndryshu gjungt, ja kom bo Zotit sinqerisht një fjallë, edhe kom tha, nese ky Zot, nuk ma ne përgjigjen, si dua unë mas kom u marrë me ta. Edhe i kom tha, o Zot, ti i ke shpërnda gjungt, e cilja në gjunha jote,
Menosha, nëse më thot serbisht, që jam rrit të njetën me a gjuhë, unë mas du mu marrë me këtë zot, nëse më thot shqip dua me kryu amicësi me ta. Edhe në zemrën time, e kom një që zotim ka tha, gjuhë e me o gjuhë e dashnis. Nëse ti sha, e urren, e bon këto nuk jetë të folë gjuhën teme, edhe nëse jetë të folë shqip. Në atë moment, unë jam rinjallë. Kjo rinjallë e shpirtnore. Unë e kuptoj këtë rinjallë e shpirtnore, se e kom përjetua unë. Unë jam i rilindun. Unë jam krije së reqi se kom frikën as vdekjen ma. Se besojën Krishtin që janë rinjallë. Po ta na prap ty fjallën. Si e prek toma e mos me kja rinjallje fizike po shpirtnore. Urno, e kreva në kohë. Shumë mirë. Cilën varg Biblës e morë edhe njëherë? Të toma. Gjoni 20, vargu 26 deri në 29. 26? Po. 20, 26, 29. Po. Okej. Po thatë kështu. Ma më para se me fol për vargje, unë e po kam qef munal të nasi përsan si njeri. Ama kohën tem, se ti fol e 5 minuta. I këna do njerëzit pa fjetë 250 veta. Ju kam unë e kënjena. Sa i kia njena ti? Ele këtu gati 100. E mërë zot, falna. Para se të folim për njerin, për ngjallin, hajde të folim për njerin. Kur dikush ka kalu dhimbje të mëdha, që e përshkruve ti menimeve të vrasë, refuzim, errësira, mëkate. Pastaj do të më kthy ka Zoti edhe gjon dritën te Bibla, te Kurani, e gjon një fe, e gjon një kuptim. Ti pe pranon që kjo është një ringjallje. Jo biologjike, po ringjallje njerëzore. Se ti gjalli kon, po s'ki pas frym. Krejt ju pe pranoni që ta që e pranoj edhe Luigi, apo? E gëzofsh këtë emën o malësor. Tash ti Gjoni... Veç ty ta kom tha emnin e vërtet. Gjoni 20, 26, 29, qa për ndodhë që to, me sa une, se e kom lezu Gjonin disa herë, vish për mundona me dhanë një shpjegim që une kuptej. Njerëzit prap janë të mbyllur, mshelën, mbyllën, jënë himë burg. Frika hala nuk i ka ik. Jezusi vjen mesin e tyne. Shysh erdh. Toma është aty. Jezusi pidrejtohet Tomas, apo? Ti e vetë e the. Po, mas 8 diç, tjerët janë qetësua e kanë takua Jezusin. Kjo not tash mas 8 diç, tjerët nuk janë marrë frikë, ky janë frikë. Po, do të thotë edhe pas përvojës parë, edhe pas një drite, njeri mundet prap më hinë burg. Edhe këta hinë burg, hinë umbyllën. Ta shti shërimi po kallëzën këtë Bibla që nuk është me njëherë, nuk ndodhë me njëherë. Vjen Jezusi disa herë, nuk vjen është njëherë. Pra, ka hapa, ka rrugë, është proces, nuk ndodhë me njëherë. Ti po përmend që i ngjall me njëherë, ama ka dashur më shtanë 10 vjet, 20 vjet, ndoshta duhen 30 vjet derisa të bësh tamam. Edhe unë që ashtu, pa të keqen tonë. Se hala ka herë po bona nervoz, hala ka herë po prishna me djalë, hala ka herë mdel egoizmi, hala ka herë mdel ajo lopa, e s'muna me lidh, ose ai qeni. Pra, Toma është ai njeri i plagosën. Toma nuk është kafir, nuk është ateist, nuk është jo besimtar. Toma është i lëndum, ka plag, po vun diçka. Toma këtu, nuk ka Toma, po është çdo njeri që ka hub diçka, shumë, sikur ti, sikur puna jote. Ka përvu shgënjim, e ka tradhtu një femën, e ka tradhtu një shok, e ka qit shefi pi pune, e ka hub shpinë, e ka hub familjen, e ka hub nanë e babë, e ka hub jetën. Prandaj Toma po lyp siguri, Luigi Driloni po lypin siguri. Jezusi nuk i thot ti e ki kesh, ti e kafir, pendohu
ose për ndryshe ati ka me të shtin xhehenem, e sa veni keq është ai. Jezusi i ka një shpirtit, po do me shnosh njerin, jo me smua dhe ma tepër, se Freudi po thot, nëse feja keq kuptohet, bëhet traum. Feja është shërim, Jezusi erdhi mi shnosh njerëzit. Tashti, ç'kjo është? Shtin e gishtin. Çfarë do të thonë shtin e gishtin? Preke realitetin me gisht. Dhimbja është që kjo shtin e gishtin. Pra mesazhi është mos e moho dhimbjen, prano, bën me gisht ka vetja, thuj kjo është dhimbja jeme, mos e moho. Preke, Jo, i thot bene gishtin në plagët e mia, jo me prek vetin ai, po Krishtin. Pranoje pra plagën, integroje, mos mundo me muhu, po pranoje. Edhe psikologjia po tha duhet me pranu traumen, për ndryshe ajo ka me të hangër. Ti duhet me pranu as pari që e ki. Plaga nuk zhduket ajo që aty. Amo plaga, pi plagës kur ti e shnosh plagën, ti shnoshësh. Tashti, mos u bën mohus, pi thot Jezusi, po beso. Pra përmes besimit, ankthi largohet, frika largohet, sepse ti i hap Zotit, i dërzu Zotit. Pra Jezusi pi thot mos u mshel mo, dërzoja shpirtin tënd Zotit. Mos ja dërzo frikës, se frika o dreqi, frika vish tut. Kurani thot, shejtani ju frikson, Zoti ju jep mshirë, ju jep rahmet, ju jep qetësi, ju jep paqe, ju jep mshirë. Pra, lum ata që besojnë papa, lum ata. Qëre, këtu Jezusi nuk për në shmën tomen. Sikur pi thot, nuk ka më nevoj me prek plagën, sepse ki mësu me jetue pa met i mshelën, edhe lum ata që besojnë pa mpa. Tashti masi që e more qëtë mesazh, jetua, si me thonë, jetën edhe merë mësimin. Pra, Biblia këtu po thot që ke transformimi shpirtnor edhe emocional edhe selfin ton na muj me gjetë vish në proces. Nuk bëhet me magji, abrakaдаbraka, o rrugë gat, ai që ka durim me sabër me ec, përëndia do t'i shfaqet. Prap, i ke kalu 7 minut e sëm ke përgjegjë, a e ka prek mishin e ti apo jo? Po tash ti po do me kuptu mish, eshna, gjak, var, dëgjon, dëgjon. Unë ta kom tha... Krejt për mu që kja, krejt qka këthe ti, krejt për mu simbolik. Okej, dëgjo. O simbolik që ja prek e fut gishtin në plakët e ti. Dëgjo me ta spjegua. Unë prap po thom, tona qka i ke fol, ti me ba këtë predikim në mesh, qka bane tash, me talon të gjonin, 20, në mesh, me të këtua Domnjush Gjergji, që ke ba mesion me ta, me tha Drilon, hajde ti tash në nep një shpjegim në një takim biblik, në kish. E ti fol qka ke fol, për 7 minut, ka njerëzit ti shira shpjak për shpjak. Se kjo po, Biblia te jep këtë mundësi, këtë mundësi që me shpjegu kështu, ta jep Biblia. Por, kjo është anagogjia, ta spjegova parë. Problemi me ty janë që ti pe sin Kuran, sin Bibël, ti po nuk pe pranoni herna fjallën literal, historin si që është shkrume. Këtu thot, janë zanësit Thomas o kja me ta, kun është faqë të parën herë, që e lezuan të parën herë. Kja mas 8 diq, tjertë janë bind, Thomas ka kena ty, Toma, sepse, qyre Biblia të regon gjendën e njeriut. Për ata, Biblia një liber i vërtet, që njeri mu lidh me ta. Po, Thomas o kja ty, a i ka dyshim, edhe mua më tha dikush, më ka dek një shok shumë në gusht. E më tha, është rinjall, s'kish me besua. Për ata Jezusi vjen, me i tha, o Tom, nuk beson, vene gishtin, kur e muni gishtin, e vërtetoj, ele me mish, sa rinjall Jezusi atër tha, zotria im e hy im, zotria im, ti e zotim. Urno? Qyre, une
në studimin tem që e kam, për mrekullit biblike dhe kuranore, krejt i kum shpjegue në mënyrë shpirtënore, krejt. Për shembull, po, çoj veç pak, veç për t'i shpjegoj kështu shumë shkurt. Mojsiu te Egzodi, po edhe në Kurani e përshkruan që e ka kalu detin, e kuq, detin. Ose e ka qa detin. E ka qa detin. E ka qa, dhe më thonë, deti këtu është diçka tjetër. Zemra fort hapet. Ato profetin tjetër e han balena. Vlla, vetëm mane, let sekonda. Jam dakord me ty, dëgjoj, let sekonda. Kisha hapjen e detit e përdor si shembulltyr për pagzimin. Se në pagzim thot, mkati vdek e del njeriu ringjallur. Por prap, nëse thot o kja ushtria mas tyne, u po t'i pranoj këto. Nëse thot o kja ushtria mas tyne, e unda deti e ka gjuen tjetër anë e këta vdekën në det, duhet me pranua herë ziteraljen. Në Bibel edhe në Koran, krejt unë i shpjegoj kështu. Mana të ranë për qielli, qysh ranë manat për qielli. Unë e mendoj që ky ishte ushqimi shpirtënor që ra për qielli, Zoti e krahason me manat. Te rasti i Abrahamit, unë para 7 vjete e kom bo një postim, Abrahami nuk u fut në zjarr. Zjarri ishte lufta, ose fitnja, ose drita, në disa kontekste tjera. Vedia që ndryshoj, Musa pa një zjarr, zjarri ishte përënia, sepse përënia është vedia. Vedia i boni dritë edhe unë gjallë. Musa e pa Zotin, e pa veten, pa shyre. Shërimi i të verbrit, Jezusi i ngjalli ata që nuk shohin, qysh nuk shohin, i ka prek me dorën e vet, edhe kanë pa. Edhe unë kam pas mundësi me ka një verber, kur më ka prek Jezusi, e kum pa realitetin. Vlla, po Biblia thot i lindur i veber. E të shmitar pas aty tone, a nuk ka je ky që jo kje i verberi, a nuk ka kje je ky që jo kje që lypsi, që jo kje sakat, e sot po ece po kërcen. Yes, pra, a nuk ka ky sakati i cili ka shku në për diskoteka, ka shku mas femna, ka pjera ki u bo dras, ka dash me myt veten, që tashti, po predikon TikTok edhe u bo shenjtor. Po, që kjo është sepse fryma e Perëndisë ka ngjall. Po e dyta, po vlla, nona e baba, në Bibel, shkojnë të nona e baba, të qalit, e i thone, aje ky biri juj, këta thone po, aje rrezikon vetin për këta se që i futishin me ra Jezusin, mas se ringjall Jazin pejse vdekurve, duan me vra edhe Jazin edhe Jezusin.